Përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video, jeni live më otetën. Dhe në sot në live-in tim, unë do adritaren për një 70 vjeçar, në fakt ai quhet Agim Qosja, sepse vetëm përpara disa ditëve i biri i tij Adioli në një lidhje direkte këtu në live më otetën, tregoi historinë e trisht jetës së tij dhe denoncoi babain se ky fundit i ka shitur banesën dhe e ka lënë në mes të katër rrugëve. Sot do të jetë pikërisht babai, zoti Agim, ky 70 vjeçar që do t'i kthejë përgjigje të birit nëpërmjet live-it tim, pasi të dy atë birë nuk kanë kontakte. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur Adiol Qosen, 40 vjeçarin i cili jetonte në Greqi dhe bëri denoncimin, unë dua në këtë moment të prezantoj një material fare të shkurtër kur Adioli ishte live me mua dhe rikthehemi pasi do hap dritaren sepse po na pret babai i tij. Unë kam qenë përfuqëse vetëm gjithë jetën. Se mua me ndarjen babai dhe pa letra, më ka bërë që mosh vogël, që 15-16 vjeç. Rria te pallatit e ai kishitur. Nuk vite të interesoj si isha, si s'isha. E marr telefon, unë e marr telefon thjesht për të çmallur. Një pa ka momente që mund të jetë gjumë, për shembull, dhe i duket se unë nga pirë dhe po e bezdis. Dhe më djol, o pive, më bezdis fare, më e ti qëketin dhe mur, ku të vish tu tha, hajtë rria të javë tu të leza, sa të gjesh i shpitha dhe i këshiko halëza. Që aty plasën të marrët e mija, dhe unë nuk jam mirë fare, kam gati 3 javë, me këta problem. Qa thej, dhe shumë shita shpita shumë, për të operor ti dhe dhe ti më thotë mu, hajtë rria 2-3 javë, kur të vish tu, dhe i kesh ti, qa po thuaj dhe shumë, jenë Terezia joje. Më mbylli telefoni, më bëri bloke dhe s'kam qa flaskër. Filloj ca mesazhe, ca gjera, ca intriga që po vetë më të kokët, jo ti e marrë me drogë, po i them pasër sepse mu më njeh e gjithë zonë e muzikës, vetëm për kameraman dhe DJ. Nuk më njeh njeri për tilla pislikje. Më ndoi ca pretekse, më hangë lekët, më prishë lekët, dhe unë kam i tip që nuk i shpreh gjëra, i bluje për brenda. Duke i bluetur për brenda, filloi pi. Dhe të them të drejtën, një 2-3 vite kam kaluar shumë vite të qirë. Po që ato nga tasmat, nga punët dhe çdo gjë, shkurt muhabeti u ka disa kek si njeri. E përjetove ndarjen dhe është e dhimbshme të humbasësh familjen. Shumë kek. Se e doja me shpirt. Unë e sot vazhdoj e duhet. Me shpirt dhe me zemër. Por ajo ka vazhduar jetën apo është vetëm me vajzën? Jo, është vetëm me vajzën me shpirt dhe vajzën. Më mas. Agim, përshëndetje. Atëre po të prezantohem dhe po të tregoj kush jam. Atëre jam Odeta dhe përpara disa ditëve i dashur Agim më ka telefonuar djali juaj Adioli. Po. I cili bëri një denoncim në lidhje me ju. Po. Çfarë denoncimi? Që babai më ka shitur shtëpit dhe nuk më kthen parat. E njihni Adiolin ju, keni kërkuar çikë për personalitetin e tij kush është? Unë Adioli nuk e njoh, zoti Agim, ju jeni babai, më mirë se ju nuk e njeh askush, por kam folur gjatë me Adiolin dhe më tregoi gjithë historinë. Adioli është një pianes, një droguar, që në vogli dhe një histori shumë të gjatë. E di si gjithë kjo punë të dërgosh një gazetar këtu në zonën time, edhe të tregojmë të tëra gjëra gjatë se kush është Adioli. Spari njëherë interesoni në policinë e Lushnjës, qa bema shka berë që 15 vjeç, këtu me qa mirësh, duhet të marrësh vesh diçka për personalitetin e tij, pastaj të marrësh mua. Unë jam i invalid i smur, i operuar nga tumori, edhe jam post operacion, edhe Adioli nuk e di ç'a mund të ketë prallisur juve, nuk ka shtëpi Adioli. Adioli është një pianes dhe i droguar që të tëra parat dhe që e kemi ndihmuar ne ka pirë në lokalet. Që 15 vjeç. Është ndarë nga familja, ka ndarë gruaja, vajza nuk e do asnjëri, e martova që 20 vjeç. Me mendimin që do rregullohesh, do bëhesh, do hynde në shinat e jetës. Ai vazhdonte pinte, mashtronte, merresh me drogë, me të gjitha derisa i nxiu jetën asaj familjes, gruas dhe vajzës. Edhe ato janë larguar kanë 12 vjet. Shtëpia që shita unë është hyrja e pallatit tim që jam pronar unë bashkë me gruan time 50 me 50%. Këta i kishe sistemuar una në shtëpinë time. Që kam bler 1992-shin edhe kam marrë nga
ndërmarrje naftës që punoja atëherë në 1982. Po. E privatizova në 92 me letë të rregullta, me certifikat pronësie dhe i kisha sistemuar në shtëpi. Po, ju jeni një operator dhe me sa pash dhe Google-ova jeni njëri i njohur në zonën ku jetoni. Po, kam punuar dikur. Edhe atë kam ndihmuar që në vogli, kam bler pajisje, kamera, gjitha. Punonte dhe lekti i pinte dhe hante në lokale. Zoti I hante Agim, bashkë me pianistë e tia. Zoti Agim, Edhe kur nuk e futëm në shina. Zoti Agim, për të qenë sinqert, Adjoli mua më tregoi që ajo shtëpi nuk është në emrin tim, e ka babai. Më tregoi këtë gjë. Por ai më tha që atë shtëpi kur unë jam martuar, ai ma dha dhe unë investova në atë shtëpi ku jetova me familjen time. Dhe Nuk ka investuar. Nuk ka investuar se kam fakte, kam ato dokumentat e borxheve që kishte elektrikut, të ujit që ishin atë mbi 2 milion lek. Edhe të tërë plaçkat siç e kam bler unë kur martova në 2001, ai ka shitur një nga një. Un kam filmime kur hyra se nuk atë shiko tani. Më para se kështu të shpjegoj. I thash që unë jam i smur. Shtëpinë do ta shes. Nëse do bëhesh njeri, do heqësh alkoolin, drogën, çan ato, je i mirëpritur se unë kam një shtëpi tjetër në Trull këtu. Ai ra dakord, më dha Chelsea. Edhe Chelsea është fakt se unë kam futur dhe 2 operativë të zonës para se ta shisja. E kupton ti tani se këto janë fakte, i kam filmuar me foto, me filmime, me gjitha. Ai e kishte kthyer atë në një tualet shpinë dhe kushdo që vinte aty hante pinte nga ajo që s'kishte ujë, tubacionet gjitha ishin bllokuar të gjitha. Dhe mbasi kishte shitur tëra plaçkat, ca për skrape, ca i kishte djegur me dhomës me zjarr, më dha Chelsea. Nuk është e vërtet që unë e shita me koktime. Edhe shumicën e plaçkave ne i hodhëm se ishin të kalbura, të djegura dhe të ngrëna nga moli. Një pjesë e vogël e kam sistemuar këtu kur jam në një shtëpi tjetër këtu në Trull. Duke menduar që do ta fusim këtu dhe të jetonte këtu me neve. Se ai pa familje dhe i braktisur. Mirë po ai që atëherë deri tani, e kuptoni, ai tani nuk bie rënjëri. Ditë për ditë nuk ka kursyer asnjë lek, edhe na bezdis her pas here me dhunë psikologjike nëpër telefona. e kuptoj, ajo është shtëpia juaj dhe ju keni të drejtë mbi ato pronë dhe ta shisni dhe të bëni çfarë të doni, por thjesht ajo pjesa morale dhe shpirtërore e një babai për një fëmijë është një fatkeqësi që fëmia ka përfunduar në përdorus të lëndëve narkotike dhe ka shkëtëruar familjen e vet. Kjo është një fatkeqësi besoj dhe për ty dhe për atë. Por gjithë ideja është që ai babai tham ka përzëndë nga shtëpia dhe unë kam ngelur në qiell të hapur sot. Ja, pastaj do ta zgjidhni juve? Jo, unë thjesht po ju marr sepse ai kërkoi ndihmën time që unë të komunikoja me ju dhe ma kërkoi këtë gjë. Jo, më mbien keq. Unë kam respekt për programet tuaja edhe ty të kam parë rrallë, po të kam parë aty. S'pari që të diskutoni njëri për personalitetin e tij, mund të pyesni. Mund të pyesni operativin e zonës këtu në Kolonjë, nëse kena një gazetar mundetar që punon për juve. Mund të pyesni tek policia e Lushnjës se kush është Adjoli dhe kush jam unë babait tij. Zoti Agim, unë nuk e Unë vënë kam harxuar 100 milion lek për atë. Që nga ajo që i mësova zanatin, që i hante lekë dhe i pinte, që nga fejesa me shpenzime të mëdha, që nga dasma që bëra kompletimi i asaj hyrjes pallatit që kisha unë, se më tha duhet të jetoj këtu veç. Po jetoj, dhe në shtëpia ime është ajo. Me që është mbytur vetë, që ka ngelur pa familje, i dektisur diku ande nga Greqia pa leta, tani do të na mbysi dhe neve. Me atë fjalën e urtë popullore, i mbyturit të mbyt. Megjithatë, unë nuk e kam përzend. Ne kemi bërë vetëm një debat para 2 javësh, ai tani kërkon provokim her pas here, do që të na kundërvihet me dhunë me atë. Ai ndërhyri, janë muhabete shumë të gjata këtë, prandaj thash duhet një gazetar ose juve nëse u bie rruga, ndërhyn në çështjet e familje tjetër. Unë kam një djalë tjetër në Itali. Ndërhyn her pas here në familjen e tij. Ndërhyn edhe këtu te neve. Dëgjoj, thash unë, ti e shikon si e ka ta ndisur, nuk na ke dëgjuar asnjëherë. Tani unë këtu të kam lënë një dhomë, një krevat, por që të më hapësh urdhra këtu e mos zbatosh rregullat e shtëpisë time, unë nuk të qas. I kam thënë, të pish ti, të më bjesh pianecër këtu në shtëpi, edhe të bësh ligj shtëpi time, nuk e bën dot. Ti duhet të kesh me djersën tënde një shtëpi tënde. Ai nuk ka, sepse të thash që ai ka pirë, ai ka rregulluar lokalet edhe ka pasuruar ata rreth 30 vjet.
Ai për veten e vet dhe për ne nuk ka punuar kurrë. Edhe për shtëpinë e biseduam, pa ai më futi në kurth me këtë mu gjoja që babai po s'ka ç'mben më ligjërisht, ajo është prona ime. Jo, e qartë, jo. Ai Ligjërisht ai nuk ka çfarë të bëjë, është e kuptueshme, ju jeni pronari asaj shtëpie. Por për të qenë sinqert me ju zoti Agim, ai më tregoi që un kam qenë përdoruesi i alkoolit, e kam shkatëruar vet familjen. Më duk sikur ishte bërë pishman për gjithë jetën që kishte bërë. Ai u tregoi sinqert, më rretheu komplet historinë, por tregoi që ju keni qenë një baba i rrep dhe asnjëherë nuk e ka patur dashurinë nga ana juaj. Ajo është e vërtetë se ishte i shtremt, ai ishte i shtremt që i vogël. Po, tani, aq me i rrep kam qenë se sa ata e kanë masakruar në shumë vende, në për lokale, nga borxhet, nga ato që s'mbante llafin, e çoja në për dasma, e mashtronte i mirë të lekët, nuk i çonte fotografit, nuk i çonte kasetën. Këto janë të fakturat, gjitha në koloj. Unë s'besoj të kem qenë me i ashpër nga ata. Ai niset me baban, do që të përmbysi baban. Ta çoj atje, po unë jam 70 vjeç, pavarësisht se jam i smur, nuk di sa do jetoj. Edhe jam unë pronari lishëm i çdo gjëje këtu, se e kam nxjerrë me djersën time. Ti e pat jetën e gjatë dhe të shkuara, ta them me sinqeritet, do zoti e ke mundur sëmundjen, por që nuk dua të shqetësoj dhe të sjell probleme me këtë bisedë që po bëjmë bashkë, por duke ja premtuar Adiolit që do ta marr zotin Agim në telefon dhe do diskutoj me të, ai më laj një mesazh që babai të gjej një zgjidhje, mos më lë në mes katë rrugëve. Nuk i jap as edhe një zgjidhje në qoftë se plotson kushtet që i kam dhënë unë. I kam thënë, ktheje tutje nuk ka me drog, alkool, edhe duhet kesh kulturë. Ai nuk ka respekt për neve. Ai nuk na do. Ai do vetëm atë gotën e alkoolit përpara, edhe do të zhvasti pasuri atë ati ku nuk i takon. I dashur Agim, ndoshta në këtë kushte që ndodhet Adioli, që ka qenë i alkoolizuar, ka qenë një person që ka përdorur lëndë narkotike, ndoshta ka nevojë për ndihmën tënde, për të vllajt, për të dalë nga kjo rrugë. Nuk rregullohet. Jo, është i parushëm, i pashurushëm për mua. Edhe tani në fund që i mbylla telefonin, i thash se kam thënë që lër alkoolin, lër të gjitha, je i mirëpritur. Ndryshe shko aty ku kanë ikur tjerë, shokët e tu, që kanë vdekur gjitha ta njerëz nga alkooli, nga droga, nga të gjitha pisllegjet që mirësh dhe ky. Në qofse ai shërohet, edhe kthehet normal, tamam si djali që kam në Itali, është i mirëpritur. Po unë nuk e qas tu brenda. Sepse ai nuk më garanton, ai nuk ka kulturën e dur, nuk ka atë, nuk i njeh rregullat e qiras harxhimit me që të rrojë në komunitet. Ju e dini që pallati aty pagova gati 3 milion lek, nuk kishte paguar dritat, ujin, të gjitha ato taksat që duhet paguar në shtet. Edhe unë mora krahun me letra, vajta bëra likuidimin atje, tek OSHE-ja dhe tek ajo e ujit. E kuptoni që rasti kërkon dhe njeri, po këto ai nuk i pagonte. Pse nuk i pagonte? Se kuptoni, ai nuk i pagonte se pinte. Ishte alkoolizuar. I qartë, e kuptoj situatën, edhe të besoj për këtë pjesë dhe më vjen keq, por edhe u preka kur e dëgjova djalin tuaj, i cili më tha që nëna nuk ka reaguar fare dhe ishte i lënduar. Në qoftë se doni atë ta zbuloni, lidhuni me policinë e Lushnjës, edhe aty e kanë thirrur mbi 20 herë për ato zullumet që ka bërë ai. Aty zbulohen, pastaj aty ka dosin e tij. Unë nuk e di nëse ti ke kontakte. Se di, unë se kam përzem. Edhe për të vi këtu nuk e përzem. Ama një ditë ta shoh që ka pirë alkool, i them ja, për jashtë. Jam unë pronari dhe këtu e kam nxjerrë unë, e kam bler 1996 të shtëpinë këtu, që ai ishte 16 vjeç e ca. Është e kuptueshme, kur fëmia pi drogë dhe pi alkool është e rëndë për një prind. Unë të kuptoj drejt për këtë pjesë, jam vetë nën, kam vetë fëmijë dhe e kuptoj këtë situatë, nëse dhe unë nesër do ndodhem në të njëjtën situatë. Është lemeri nëse fëmia është përdorues i lëndëve narkotike dhe të vit I ka të gjitha, narkotikët ai nuk i pranon, po alkoolizuar ai ka pirë mira metro kub alkool. Edhe neuronet e trurit ai ka mangur. Tani ai nuk dit llafosi, s'ka kulturën, ofendon, kërcënon, i ka të gjitha. Tani që ta fus shtëpi unë atë, të nxij jetën time dhe të gruas time, ne kemi punuar një jetë tërë tani. Kemi shpenzuar, ti e di se sa i baba ka shpenzuar, ka filluar që në kohën e Enverit, që punoja në punë të rënda. Nuk i mungoj as qerdhja, as kopshi, nuk i mungoj as televizori. Në vitën 90 ai jetonte si kond, janë filmuara, unë jam i kameramandu, jam nga më të parët. Dhe të gjitha i kanë filluar, i kanë filmuar me kamerë.
E qartë. Ai nuk ka para asgjë për neve. Unë të thash, u operova për tumori para 5 vjetësh, nuk mora ai kokër leku nga këta. Operova gruan, nuk mora as i kokër leku, ai i pinde. U operova përsëri tani, as don ta dinte fare. Tani un kam nevojë për vizita mjekësore, kam nevojë për ilaçet, kam nevojë për operacione, edhe un kam atë xhepin tim, sepse mua nuk më japin. I dashur Agim, unë nuk e di nëse ke kontakte me vajzën e Adiolit, por ai më tregoi dhe për gruan edhe për vajzën që s'kishte kontakte dhe mu duk shumë i stresuar Adioli. Çai kishte thënë vajzën? Jo, nuk fliste me të bijën dhe vuante këtë gjë. Jo, është manipulatore ai. Ndati vajzën tani ajo ka pesdisur, erdhi vajza. Këtu te ne vjen dhe nuk kanë asgjë me neve, edhe gruaja, ish gruaja, edhe vajza. Kanë ardhur këtu ne, edhe tani erdhën para një muaji. Edhe donin ta minim në fejesën e djalit që kam në Itali e bëm këtu. Ajo erdhi dhe më duk shumë e rregull. Dhe gruan ish nusën e Adiolit, kemi folur këtu, më duk shumë në rregull. Për mua fajin 100% është iktia, që u ka të ndisë këtë gjendje. Ke ndonjë mesazh që unë t'ja Edhe ne kemi shpenzuar shumë për familjen e tyre. Mirë, po tani s'mundem me, se thash, unë jam i smur, jam i invalid, i operuar në kokë. Edhe nuk mundemi me, nuk bëjmë asnjë punë, marr atë pensioni shumë të vogël. Nuk bëj dot asnjë punë me tani. Kupton? Edhe ata tani nga ajo që ne se ndihmonim dot. Edhe ky po vazhdon të rrugën e vet, e praktisi ka 12 vjet. Më tregoj dhe për jetën e tij personale, për martesën dhe ndarjen dhe për të bijën, që sipas tij e bija i kërkonte para dhe ky ishte shkaku që ai nuk flet me vajzën. Po, i kërkonte, i ka dhënë ajo 12 vjet ai me sa ka marrë veshur i ka dhënë 5-600.000 lekë. Që edhe pensioni ushqimor, po ta llogaritësh vën goxha. Nuk e di. Ne i mbanim ne ata, i ipshim neve kur ishin këtu, po unë thash që ai është njeri i dështuar, s'pari një herë duhet kërkoj falje ç'a i ka bërë familjes edhe ç'a na ka bërë neve. Ajo është e fundit dhe ku do fusi kokën. Si të gjithë emigrantët. Andej punoj, nuk kanë shtëpi, vinë këtu, rri me qira, me qira. Edhe andej me qira është ai, merr 2 milion muaj. Ne s'pam në nder ka i të na sjelli o babe sa lek ilaçe konsumon muajti. Edhe të mi dërgoj mua. Ne marrim 80 deri 100.000 lekë ilaçe pa rimbursim. Nga pensioni mua 200 euro më ngelen. Duke paguar drita, duke paguar ato ilaçe, gjitha. I dashur Agim, nuk e di nëse ke një mesazh për t'ia përcjellë Adioli, sa i tha që babai më dërgoi disa mesazhe duke më ofenduar dhe më ka bllokuar. Po si, është e vërtet që e kam bllokuar. Ai gjithkohë na ka ofenduar neve, unë nuk kam e ofenduar fare. I kam thënë që ti nuk ke pranuar kur fajin kryesor që ke pasur ndaj familjes tënde dhe ndaj familjes tonë. I thash, nëse do lësh alkolin, që 2 minuta mbrapa, nëse unë e bindem që ti je i pastër, e ke vendin këtu, ne kemi nevojë, ne jemi pleq, kemi nevojë për një të na kujdeset. Pra, se unë kam provuar shumë gjëra. Një herë një radhë këtu e kam mbajtur 3 muaj. Këtu në shtëpi, pavarësisht të pallatit, s'kishte drita, s'kishte ujë, s'kishte bukë, e mbajtëm këtu, i blije cigare ditë për ditë, i hoqa telefonin nga duart, mos ta minin pianesët, edhe rrodhe si zotni, pinte 3 kafe në ditët, hante 3 vakte në ditët, edhe prap nuk u pastrua. Jemi në hatë madhët e da. Ai është një manipulator, një mashtrues, mos gjall llafet e tia, çon ca lot krokodili, i bën për zemër. Adiolit pyetje më mirë, thonë, në sa vende ke mashtruar njerëzit në për lokale që ke vajtur me pianetën, sa vende ku para dhe nuk ja u ktheve. Është një mashtrues thash. Edhe këtu shtëpi ta fusun, ai nuk është i besueshëm. Megjithatë, po lëri alkolin, lëri gjitha po mu bë si ai djali në Itali është i mirëpritur. Pra ti do ham atë që kemi. Atë që kemi. Ti derën e ke të hapur nëse Adioli do jetë një djalë i mirë. Dhe i dej për ju. Le alkolin, edhe bëhet njeri, na respektoj. Ai na shan mbrapa kave, vete në për lokale. Un kam dëshmitar fort. Na shan lloj-lloj edhe gruan edhe mua të gjithëve. Edhe nga ky shkak atë e ka rrahur, e ka masakruar në shumë lokale, këtu në kolonja rreth zonës tonë. Se ka gojën shumë të ndyrë. Më vjen keq sinqerisht për situatën në cilën ka arritur djali juaj. Gjithsesi Agim, unë të falenderoj që mu përgjigje, të uroj jetë dhe shëndet dhe miru takofshim. Mirë, ju falenderit dhe urime për këtë emision
që donin të bashkoni njerëzit. Po unë jam mendimit që merr një informacion nga policia e Lushnjës ose nga operativi i zonës. Ai është më kompetenti të dish figurën Adiolit se kush është. Mos u nis nga ato mesazhet se të thash është mashtrues dhe manipulator. Nuk është e vërtet ajo. Ne jemi shumë prindër të mirë, shëmbullor që i kemi mbajtur mes të mirave. Po ai na ka hipur në qafë edhe unë her pas here kam kaluar në depresion. Se të thash jam operuar dhe kam hequr 40% të trurit. Më vjen keq, sinqerisht, më vjen keq, të uroj të shkuara dhe do mbetemi në kontakt, Agim, të përshëndes. Po, mirë, dakor, po të duhesh të dërgoj ca filmime nga shtëpia dhe nga shëndeti im që ka marrë nga rezonanca magnetike, që të dish tani ç'a gjendje jemi neve dhe ku është ai. E qartë, e kuptova. E dëgjuam Agim Qosen, këtë zotëri i cili tregoi probleme dhe konflikte ndër vite me të birin, por në fund ai tregoi se dera e shtëpisë është e hapur nëse Adioli do t'i japi stop të gjithave gjërave që ka bërë dikur kur ka qenë në shtëpinë e tyre. Mirë, unë do vazhdoj të qëndroj live se patjetër do ta marr Adioli në këtë momente, do hap një dritare, do flas me të për t'i treguar se çfarë theu babai, por mbi të gjitha edhe për ta ndihmuar në situatën në të cilën ai ndodhet. Kështu që hap dritaren dhe ftoj më njëherë Adiolin. Adiol, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Besoj që ke qenë ankth sepse ke ditur që unë do flisja me babain tuaj. Normale, shumë nëngë dhe më hava i takserati sot që ta që kam shpur kamën e kam bërë copën, 2 gosh. O, të shkuara. Faleminderit. Adiol, unë fola me babain tuaj, me zotin Agim, bëra një bisedë shumë të gjatë. Po. Dhe i tregova gjithë problematikën, por ai ishte një baba i pakënaqur nga ana juaj. Ai më thoi shumë gjëra, po. Zoti larti di gjëra. Unë s'kam qa flas. Ai i flet si pas interesit vetë. Po i quajmë që po flas dhe unë si pas interesit tim, vetëm ai larti di gjitha gjëra. Që unë s'kam pasur kur hile në asnjë moment. Ai më tregoi. S'kam pasur po kështu jam. Ai më tregoi që problemet dhe konfliktet mes ti dhe jush kishin lindur që kur ti ke qenë adoleshent. Ai më tregoi se ti ke qenë përdoruesi i alkoolit për një kohë shumë të gjatë. Unë përdoruesi i alkoolit nuk është se kam qenë ordiner, më thënë. Kam pirë si gjithë çunat e tjerë, kemi qenë të rinj. Pastaj, këto 5-6 vitet e fundit, çik shumë, fillova po pija rëndshëm se ta thash gabim nga taksiratët që mua më radh. Duke mos patur mbështetje, duke mos patur përkrahje nga njeriu, duke u ndjeri vetmuar, duke mos e besuar as vetë gjërat që po mungonin, u shëllohesha me alkoolin. I dashur Adiol, e kuptoj që ke gjetur ngushëllimin të alkooli, por vetëm alkooli nuk quhet mik, është armik i trupit ton. E di, më shumë t'i shton streset, e di shumë mirë të gjë. Zoti Agim më tregoi që po, unë shtëpinë e kam shitur. Po. Ajo është një shtëpi që jam unë pronar, tha, dhe e kam pyetur Adiolin, dhe Adioli ma ka dhënë çelsin. Ai u treguai sinqert në gjithë rrëfimin e tij. E ka treguar vërtetën. E vërteta ka qenë, më ka thënë, do të mblesh të vdes babi, se unë nuk pranoja ta shisja, kam qenë në 100 po. Po. 10 muhabet. Ai më tregoi që kishte kryer një operacion të vështirë me tumor në prostat, më tregoi për gjithë problemet e shëndetit të tij. Që mbasi mbaron hallet, ja harron njerëzit. Ta ka baba im, më vjen keq ja them se kam baba, po është vërtet e gjë. Dhe po të pyes aty në zonë time, njëtë gjë të thonë të gjithë. Në fakt Por mua nuk më bëtë zemra që ti thosha jo, u detyrova kur më tha. Do mblesh të vdesa mu, gjeni nuk ka lek të ndihmoj. I thash u shiti dhe ti më marrë shumë qafë. E qofse unë gjenjej, këto llafe që po them, ai lart dhe unë jam. Më dënov më keq nga që jam dënuar. Se kam vujt shumë, po të fundit. Për ironi të fatit edhe baba juaj kështu më tha, hajde në zonë dhe pyet kush është djali im Adioli, i cili ka sjell probleme. Po që pinte dhe dakord, se e di, kam pas pjesë dhe fundit, po s'kam qenë kur problematik me njeri dhe kam shkuar me gjithë mirë. Kam kaluar të pasoja në vetë dhe kaq, pa i bërë dhe mas kujt. Adiol, unë mendoj që përdorimi i alkoolit ka ndarë dhe nga gruaja me vajzën, ai ka qenë shkaku kryesor. Nuk është ai shkaku. Tjetër gjë që njisim damën nga mbrapa që femine. Shkaku nuk është ai.
Sepse babai juaj, zoti Agi, më tha që alkooli e shkatërroi Adiolin, i shkatërroi dhe familjen, sa Nusja mori vajzën dhe iku. Po shtëpim, alkooli e shiti Adioli, thuj. Që kështë një e tërë aty që u lim dhe u rrit në të shpi, thuj. Pse nuk e bere të pyetje. Shtëpia ishte katandisur shumë keq. E shkatandisur se më la rrugë o të dalë. Kam kërku ndim. Dhe nuk më ndimur, në të kohë që unë nuk e vendisa, se unë darin time e kam përjetuar keq. Se ta thash edhe ta them prapë, që e kam dashur atë njeri, shumë fare. Dhe kur unë ndava, s'kisha për krajën e askujt. Fillova pia, ndija dhimbje, njërën tjetër, njëkja largë, jetoja vetëm, madje shumicën e kohës nuk kam det fare në atë shtëpi. Gjeja punë sa më larg mundesha me njerëz që nuk i njihja, vetëm mos komunikoja me njerëzit e mi, se më fusin stres kur i shikoja. Për atë periudhë që kam kaluar me shqetësi. Dashur Adiol, babai juaj tregoi që të kishte dhënë zanatin e tij, që ti të punoje, të sistemoheshe, të ka mbajtur afër, por erdhi një moment që unë nuk e menaxhoja dot Adiolin. Shiko, ai zanati më dha kur unë isha 14 vjeç. Ka qenë viti 1994. Po. Dhe në atë kohë, se ekzistoni kameraman Gjikumbi. Babai juaj ka qenë i njohur në zonë në ato vite. Edhe unë njëkohësisht. Po. Që 14 vjeç. Dhe qatë dasëm është filmoja, unë që beja shkun drejt dasëm, shkun dark dasëm, tjetë drejt dasëm, tjetë dark dasëm, që vje i vdeku shpi, pas 28 orëve, ato legi mërë dhe baba im në kohë, mo që amitën dhe i 5.000 lekëshe. To t'i ka thëmë, e kupton që atë më thëmë, prandaj dhe jam shumë i atërur dhe unë dhe i ti, pavarësi se i nuk pranor realitetin. E vërtet është që unë po flasë, por kokën asaj vajze që kam. Që kam fritën e syve dhe njeriu që dua më shumë në këtë botë ajo është. Edhe pse nuk më tonë sa që dua. Të betojmë në Zotin për këto gjëra. Gjithsesi vajza kishte kontakte të mira me gjyshin dhe gjyshen. Se gjyshi dita drejtë muhabetin, që bën njerëzit për vete, kur ka interes. Por nuk besoj që zoti Agim, unë nuk besoj që zoti Agim ka interes të mbesa. Ai e do se ka gjakun e vet. Po, gjyshi që më largoi vajzën. Mbas operacionit, jo pse s'më mori telefon, jo pse s'më komunikoj, jo pse s'më deri, o baj, dhe shva është për mi, qa prej për jo e dhe kur nuk kam qenë Tiranë me atë, kur operua atere, që kam det 1 muaj të koka, se jam për të kujtur, Allah t'i ketë, se baba imish. A i do dhe pretekst, shmangesh nga ajo, se i duke të kur po shpenzon me lek nga i mbesës, dhe më largoj dhe muaj, kosisht. Dashura, Adiol, unë dua të tregoj me sinqert. Ai tregoi që në momentin që unë shita shtëpinë, patjetër që Adioli djali nuk do ta lija në rrugë dhe i thash të vinte në shtëpinë tonë. Të vinte në shtëpinë tonë dhe ai e ka dhomën këtu. Dhe unë e besoj këtë gjë, sepse prindrit tanë nuk janë të përjetshëm dhe të gjithë pasurinë e tyre nuk do e marrin me vete në varr. Padyshim që fëmijët do e trashëgojnë. Por ai kuptoj se kjo fjalë ka shumë të bukura, e di shumë mirë që ka fjalë të bukura. Po jo, kjo është dhe një realitet, Adiol, është dhe një realitet. Se nuk pranohet me një ballafaqim midis meje dhe teje, edhe të mbesë shtëpisë të shpitare, për gjithë muhabetet. Unë pranoj gabimet e fajet e mia, po jo ato që s'jam një. Ti kërkon që ti jesh përballë babait. Po. Mirë. Si ka qenë arsyeja pse i futem në shtëpi dhe çfarë më tha ai kohë fundit, që më ka prerë dhe krah, as krah për punë nuk më bëj të punoj më, që punë tha ato fjalë ditë. Mbeta shumë i zgjënjur. Sa që është fikë e dytë që më ke ngurur, se para qenë po më ngava ai. Që është fikë e dytë që më ke ngurur zemrën këtu. Mirë, më lejon ta marr zotin Agim? Po, mere. Zoti Agim, përshëndetje. Po, përshëndetje. Jam dhe me Adiolin këtu, me djalin tuaj. Po. Në fakt, ja tregova Adiolit të gjithë bisedën që bëm bashk, dhe më kërkoi që të fliste edhe me ju dhe të ishit dhe ju këtu në këtë live. Adiol, e ke babin përballë, çfarë do i thuash? Çfarë do të them? Unë e kam thënë dhe do vazhdoj t'ja them. Shpit kur u shitën e jetimve që uzdoj të shisja. Me këmbullin e ti me hallet që kishte pranova të shisja. E kjo është e vërteta. Nuk doja të shisja. Pavarësisht se ishi katalisur shpit. Unë prandaj e vërtej, do t'i rregulloja gjëra. Se nuk erdha kot, jo pa qëllim ka marrë. Që po punoj dhe po rrohtoj. Më tha, jam në hall, kam problemin e prostatës, duhet të operoj.
Jam dy nuk pranoja fillimisht, dhe i kam thënë. Më tha do të më lesh të vdesa mu, i kam thënë edhe kaq. Ti më marrë që më qafë, shiti be qatu shikëm. Edhe për to fjallë që ose unë gjenjë, Zoti lartë dhe unë. Më të nofë. Më keq nga që kam bujtër. Por unë besoj që një djalë i mirë do ta bënte për prindin këtë gjë. E bera, unë e bera. Nuk e diskutova me kom tha ato dy fjalë. Biles kam pasur dhe i shok të shpitarët dhe kam qara dhe. Unë mi tha ato fjalë. Por, i dashur Adiol, zoti Agim, se e kemi këtu Agimi dhe më dëgjon, nëse gaboj mund të më korrigjoj, më tha që unë nuk e kam përzën djalin nga shtëpia. Por ai duhet të zbatoj disa rregulla që i ka familja. Çfarë rregulla është për çfarë? Çfarë rregulla? Unë as po e shqetësoj as gjë. Dhe kur e kam marrë telefon që më thoshte ikse ke pirë sot, e merra se çamall. Se jam i vetëm te, nuk kam mjaft. Jam i vetëm muar, komplet. Gjithë të gjithë si e me mënej. Zoti Agim, pse nuk jep një shans, është djali juaj? Ndoshta ai ka kuptuar gabimet e veta dhe thot të marr se ka mall. Unë dhe mia vetë tan fal. Po nuk pranoj ato që janë për mua. Se më vrasin. Edhe nuk besoj se kam bërë një gabim pa fjalë. Po deda. Po Agim. Të thash dije dhe nuk të rriqet. Ai është një alkoolizuar. Ka 30 ca vjet që na nxiu jetën thash. Na nxiu jetën, po ti nuk e njeh atë, nuk më njeh mua. Unë të thash, pari herë te komisariati i policisë do marrësh të gjithë të vetëm. E emër mbi emër. Agim Qose. Një. E dyta. Kushoti s'po flasun. E dyta. Këtu janë dy oficerët e policisë të zonës. Po Ej, surratin e tia, fytyrën e tij të vërtetë në merr nëpërmjet tyre. Treta. Do t'jap numrin e telefonit vajzës dhe të ish gruas tij. Nuk e ka ndarë për shkak të ekonomisë sepse duhen 2 miliona ca lekë. Që i ka bllokuar numrin e telefonit dhe të di shkakun pse ka ikur. Në fund fare mund të bisedojmë në tani që ta fusum këtu brenda ata apo mos ta fus. Unë të thash jam i smur. Jam i smur të operuar 2 herë. Tani unë jam i operuar nga i tumor në kokë dhe mi depresant. Por e shoqik. Që ka lidhje fare me Deda, po flasuna, do t'jam mbyllësh telefonin e di. Adiol, e dëgjojmë zotin Agim, do flasësh dhe ti. E dëgjojmë zotin Agim. Unë jam operuar para 5 vjetësh te neurologjia, kirurgjia. Po. Për një tumor, një masë të madhe tumori dhe marr ilaçe. Shumë lek ilaçe. Unë të haja lekë, Adiol. E shikon si flet si me birra para tani që flasim më normal. Jo, se unë s'kisha kohë pia birra, siç mendon ti, se do të kohë. Po, e flisë se unë pi depresion, pi për depresioni, pi për ankthim, pi atë. Ky më na shqetësoi jashtë madhe. Ky ka 30 vjet edhe nuk ka sot. 30 vjet. Ky ka qenë një mashtrues lokalesh. Nuk ka ngel njeri në këtë zonë pa i marr lek. 3 milione gjysmë i mori krushku dhe tje, gjoja do ikë në Italia, hengi, edhe ja 2 herë ka mnisur unë ja shtetit. Ky ka bërë krime që i ka mbyllur policia, vrasje me makinë, ka vrarë një me motor, ka vrarë 3 gra me makinë. Shyti një vajzë kur ishte 17 vjeçe, një doktor, ja këto po të thamë dhe nxjerrin televizion. Ka shitur një vajzë nga Korea e Lushnjës edhe nga zgjidhur te policia e Lushnjës. Ky maskara. Prandaj ti nuk e njeh. Po do të jetë gazetar dhe ti faktoj të gjitha, ndryshe. Nuk e kuptoj këto gjëra para se mashin të shpinë, po ti thon mashin ishin në shpinë. Se nuk i thoshe më përpara këto gjëra. O po henge lek të shtëpi marrove, tani dosia si më sulmoshe këto. Nuk ka lidhje me shtëpi, pasuria ime harroje një herë për gjithmonë. Edhe kjo që kam bërë puna. Jo, Deda, çdo pllem tokë, pasuria është e imja, vetëm e imja, as e djalit në Itali, as e këtia. Tani, shpina ti unë të thash, shpina ti e ka marrë ku kam qenë ndërmarrje në afte dhe e privatizova 1992 e bleva 120.000 lekë. Agim, të me lekun kuptoj e vlerës së komunizmit. Tani ati u rritëm tërë si familje, pastaj kur e pam që u ngushtuam, erdhëm te lartë, jemi një shtëpi trull. Tu fillova, edhe i parova shtëpitë e vjetra që bleva këtu. Agim, unë të kuptoj qartë i dashur Agim. Edhe kur e martova dhe e futa brenda dhe e kompletova. Bëra dasmën 6 milion lekë në xhepi im, e kompletova me 5 miliona 800 që faturat akoma janë këtu, atë komplet me televizor, me plaqe, me komplet dhome, me soba. Unë të besoj. Pastaj
Ky vazhdon të pinde në për lokalet, loste dhe në lojrat e fatit. Gjithkohon, derisa të puti zinxhiri dhe ne, unë nuk benim kontakt me, se ishte i parushëm. Ne kemi harxuar 100 milion lek me këta. Po deshe ti them dhe para hetusis, para proponisë, mbaj përgjegjësi në qoftë se unë shpif në gjë. Gruaja ti dhe vajza e kam braktisur edhe neve po deshe të regjistrojnë të regjistrimet e nusës tia shkakun pse kam ikur në shati. Me kushurin, flet në njëratil. Ka i më thuaj mu. E shikon se si unë të pëse njeri e bëja. Zoti Agim. Kemi tem tjetër, këna thot tem tjetër. E shikon e bëja. Adiol. Flet me një lirë, ka i më thënë mu, flet me njëri. Me njëri flet. O deta, unë kujtova se ky do rregullohet, sikur në Greqi ka mbushur 2 vjet me 2 pjesë që ka vajtur me shkëputje. Unë mendroja që ky do rregullohet, unë i thash që alkooli, ke drogën, edhe rregullo kulturën e respektit ndaj meje. Ai shikoja si flet. Ja futet ai lloj shtëpie, unë jam i smur, ai di vret natën. Ai ishi droguar. Zoti lartë është i madh. Qofse unë i kam përdorur të tilla pesë që po thua ti, më donof mirë sot. Ore, ato janë pallavra të tua, unë di shumë që ti ke thënë djalli. Ore, këtu dhe njarë. Pita më klas. Ore, djeta foli, ti bëj një pyetje. Adiol. Do t'i dërgoj ato 2 kartone që kishte lek një ke shtëpia dhe një ke porta. Da dres mami tënde. Qa? 2 kartone që ke shkruajtur një lajt e pallati ku mlet Chelsin herën e parë, jo herën e dytë tani që është shita. Edhe një malet e porta me shkrimin tënd të dorës karton që ishte 50 me 50 cm. Tja, ja po detës tja dërgoja. Por nuk lije njeri koloj pa i thënë që e kam bërë në shpinë. Ore, të gjohë dhe njerë, o deta, më kthej përgjigje të Ndoshta, Zoti Agim. Kam gjithë ato fakte të mbledhur në disk, në kaset, në karton, 2 kartone, ky tani, po t'ishe ne baba tjetër atë dhe kështë vrarë. Zoti Agim. Me jep leje mua t'ja tregoj o detës, t'ja tregoj fotografitë e atyre 2 kartoneve i kam akoma këtu. Zoti Agim. Ore, ndoshta nuk është momenti të themi të gjitha. Ore, gjoni që unë po të pyes shqip. Kthe përgjigje t'ja jap 2 kartonet. Me fjalët më banale në anën e këtia, që i rriti kokën dhe punonim kohën e komunizmit, i pagunim qerë dhe i pagunim kopshin. Po, në qoftë se është dakord ky, se nuk duhet ata deskreditoj, më keq se është deskredituar. Të jap fotografitë e 2 kartonave që ka shkruar dhe Agim. Ndoshta kanë qenë momente dhe Adiol, të lutem, Adiol. Ti jap kartonat, nuk e jap. Ti dërgoj fotot. Adiol, të lutem, më dëgjoj pak Adiol. Adiol, më jep leje, thash ti jap fotografinë çaj ka thënë mami se kuçë. Edhe vllajta. Zoti Agim, ndoshta Adioli mund të ketë bërë 1 milion gabime, mund të ketë qenë përdorur alkoolit në efektin e lëndëve narkotike, mund të ketë bërë gabime. Jam pallavrat e ti. Adiol, të lutem. Saksit që unë të shita shpin, e mban mend që më the janë lule? Më tregoj lulet e mia atje. Saksit me lule që kishte me dhomës, edhe i fshije, i nxirë në balkon dhe i fuzje me dhomës dhe i batit. Njeri, nuk t'i gjeti, në rregull, i ka me fotografi. Do t'ja ja pasaj, do ja të dushme për ty. Agim, është djali juaj, Adiol është babi jot. Mirë, dhe shikosh dhe ti. Ate, kur ishte 15 vjeç, që mami të gjende ato boqet e ashashit të kjasta, po nuk të regon dhe mua. Ate, pse se të regon në tjetës ti? Po për kokën e vajzës nuk e ka pat kur do gjera, qaj këtë të shpifje. Ti vajza, mos të dhe vajza në gojë, se vajza nuk të do pare të tjerë mos të dhe vajza. Nuk i kam bërë do gjera, ja shpifje të tua. Mirë, atere në prokurori, atije, o deta, bashkë maruan punë e vetë, ty të falemderit, pa i nuk bëhet njeri. Tani, kur të vi këtu, të mua nuk e qasë. Të vazhdoj me avokat me ashtu, qa ankesa është nga mua. Pa 1 pa 2, ke shit shpim pa firmën time rreth parë, unë s'kam qenë aty ku ke shit shpim. Unë s'kam parë firmën asgjë. Adiol. Ne tjerësën dhe gjakun tim që punohet kohë komunizmit. E po mua s'ka pjellë lopa. Mua nuk më ka pjellë lopa. E shikone po, se sa mbrapa është nga logjika e. Zoti Agim dhe Adiol, a mund të gjeni një gjuhë të përbashkët? Adiol. Po po njeri ato di, se nuk e ha njeri këtu ato, ajo nuk bëtë në gjësore, po të njerëzit me ty, ti e bërë për qëfletër. Të lutem, Agim. Për shëletë ti në zona jonare. Ti e di që së do njeri koloj disa më duhet mua?
Adjol, të lutem, Adjol, se nuk do ta mbaj gjatë. Nga pranova unë që shita shtëpinë për ty. Nga pranova unë që i bëra gropën vetëm. Ore, nuk të mirja dorën, thash. Nuk të mirja dorën. Unë të bëra me të mirë, ami ta korci, thash. Do të strehoj aty lart te krevati, ta kam rregullur dhomën gjitha. Këtu ka kushte thë. Pija necër, drogë, alkool në shtëpi time nuk ka. Ato pallavrave tua, ato ana kaluajnë Ta gjimi do bëjmë. Ore, do mbyllni çik mikrofonin. Unë thash, çfarë shpenzimesh kemi? Gazin, gatimin, dritat, qa do argjojmë, do ta pjestojmë për 3. A i shikojë në qa raunli është, pa pranohet, atë nuk e pranoj grua dhe qupa ti ta pranoj. Unë jetoj me ju, dhe i tjerë të muhabete që do mi bëjmë bas shite shpis. Që ma shite shpin? Ore, shpite të mija të zërë, ti e që këthyre një vend, droge dhe alkoholi dhe tualeti kolonjit. Pranoj ta shita, edhe ma kështë futur borgje 2 milione gjusëm lek. O deta, ja 800.000 lekë drita, se kam faktura që kam likuiduar lekët, edhe ata më thanë çdo vit do të shtohet 0.5% kamatës. Shtëpia pastaj nuk ishte më e imja. E qartë. Mirë. Ka regjistrimin e diskut të trunit. Dgjoj, zotin Agim nuk do ta mbaj gjatë. Adjol, të lutem, e futa Agimin se ma kërkove ti. Nuk do ta mbaj gjatë se respektoj moshën e tij dhe problemet e shëndetit. Do flisë siç duhesh folur. Të lutem. Ai i ka regjistruar në trup. Adjol, ke diçka për t'i thënë? Adjol, ke diçka për t'i thënë babait? Shiko, mua më shqetëson më se unë jam i smurtë. Po, edhe të kërkoj ndjes për këtë gjë. Mara për pjesë mua, edhe ma pruri Zoti Peshqesh, tani jam detyruar ta detyroj. Po ke parë që ka ndodhur lloj tragjedisë për familje? Unë kam qenë duruar, edhe kam pranuar dhe ofendimet, edhe hedhur bashkë për lokalet, edhe shakën e kësaj nënë si ka përkohë. Po ti e meritojnë një gjatë tillë. Adjol, të lutem, Adjol. Dhe qaja si lekë është donato nga malli. Dhe ti më nxjerr mu tani kriminale, më nxjerr njëri tjetër. Ore, qa kriminal, unë po them një monster, ta di gjithë Shqipëria. Ta di monster, dhe di ku të thonë monster, i qupës të të i gruas të në dhe jo. Ju lutem tani, ju lutem. Mirë, dakor. Deta, kërët pa disi me avokat në gjyq, unë kam gjithë faktet sot e 20 vjetë. Pastaj për paraqitem gjyq, nuk e zgjidhni jo, ju faleminderit për këtë. Vazhdo Agim, mund ta fikësh dhe të vazhdosh. Vazhdo Agim. Adjol, unë t'ja përshirën të qetësohesh pa. Nuk di çfarë thas. Ai njeri mua më thanë të gjithë shok kur shita shtëpinë, mos e shit se Gimi s'ka dash kurrë vëlla, unë jetane. Unë e shita vetëm se më preku, më tha do të vdesë vllajeni, nuk ka lekë më jap. Ato i pranoj, e dëgjova edhe vet. Adjol. Tash i shtëpit, sa i kemi lekë, i mbaroi të gjitha, tani që s'ka levertim asnjë gjë për të, se çu e ka, kur mbaron lekët e një halli që ka kaluar, nuk njeh njeri më. Çu ka qenë një jetare. Me vllai nuk flet, me motrën nuk flet. Me kushurit nuk flet. Çfarë them? Adjol. Kurse unë mundohet të mbaj lidhje me gjithë. Të lutem, radh parë do qetësohesh. Ne do jemi të dy së bashku në kontakt. Jepi kohë babait dhe ai të qetësohet se ai ka probleme me shëndetin. Ditë se i bën ato muhabete, ato jo ka është marrë me drogë, jo ka pirë drogën, se thash do që mos lidhem unë me ty më live. Me dhe me të kem turp, po unë nuk kam turp se nuk i kam bërë ato gjëra. Adjol, ideja është që ti gabimet e tua ti pranosh dhe ti ndreqësh. Dhe ti jesh Çfarë gabimi kam? Jo, unë nuk i di gabimet e tua. Rregull me ta flisja rregullisht. Unë po të them që problemi para se të shizë shtëpi. Unë po të them. Bires i ndihmoja edhe për vitëri kam çuar gjeldeti që kthej, i kam bler 20 ditë ravaj ulliri, thash i shokun në Shqipëri, çoja babait tim, e kam ndihmuar gjithmonë. Po për mua ish nuk di çfarë them, vetëm baba nuk është. Unë kam lënë pa bukë kur kam qenë pa bukë. I kam kërkuar bukë të shtëpia në ato kohë që kalova vështirësitë e mia, se s'kam turp t'i them, për ato që kam bërë, se s'është për turp ti je fukara ose të kapanizesh, dhe nuk më ka dhënë. Ta e di? Adjol. Kam gjumë pa ngrën bukë. Ço që arsye që unë erdha këtej, rregulloja jetën time. Unë erdha të rregulloja jetën time këtej, ai më shiti shpinën dhe më shkatroi jetën krah tjetër. Sepse doja të bëja 5 lekë, hapi një biznes aty, mos t'i shikoja bojën me këtij vendi, se emigrimi dihet kush është. Unë e di më mirë se kush është, çfarë është emigrimi. Ti je i ri, padyshim që do punosh, do ecësh përpara dhe jetën e ke përpara. Jepi kohë babait, unë do flas sërish me Agimin, do flas sërish me ty, vetëm mundohu të jesh i qetë dhe kur njeriu është i qetë arsyton më mirë. Po punoj si dregji, jam me kamp të shportë, 2 gozë kam në kamp. Po punoj si dregji për të bërë 5 lekë që rregulloj jetën. Çfarë them? Të besoj për këtë pjesë, por do mbetemi në kontakt, kështu që numrin tim ti e ke, më jep dhe mua kohë, jepi dhe kohë babait tënd.
Të qetësohet dhe ai sepse ai ishte shumë i irrituar, edhe ti shumë i irrituar. Nuk është i irrituar, o deta, dhe herë të lutem, më kupton, nuk është i irrituar. Ai bën çdo gjë, nuk la gure kusur për lëvizur si që ai mua të më hedhi poshtë siç e ka nisur atë lojë. Ai do shpikë edhe gjëra tjera, rrezik nesër mund dalë thonë që mori kallashi do të vrisë një radhë. Dhe ata mund ta thojë njëri, se nuk ka fytyrë. Shkurt muhabeti. Adiol. Unë s'kam çfarë bëj, ai shpreh dhe unë jam i detyruar të dëgjoj. Adiol, në këtë përballje nuk u zgjidh asgjë, më shumë u agravua situata. Po çfarë zgjidhje prisje? Me komunikimin që bëri ai, mu fajtora po ai. Kështu që të Me logjikën tënde. Të lutem, japim pak kohë zotit Agim, edhe ti merr kohën tënde dhe unë kohën time dhe pas kuintave të premtoj që do flas me Agimin dhe do jemi të dy në kontakt. Kështu që qetësohu se sot ke bërë këtë aksidentin me këmbë dhe nuk je fort mirë dhe nga shëndeti, të shkuara, të përshëndes dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë dhe unë të respektoj, zoti drita bëf, nuk di që të thëmë. Edhe ty, të falenderoj dhe mbetemi kontakt, Adiol. Mirupafshim. Okej. Në dëgjojmë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.